Dita ime fillon çdo mëngjes në orë 6 mëngjesit. Ne hajmë mëngjes komplet familjen në shtëpi dhe secili del në punën e vet. Por fillon në 6, në orë 8 zakonisht jam në Prishtinë në zyre, ose mundohen të jem para punëtorëve, se punëtorët ka njëherë mirë, kur mirësh me di që shefi ju vjen para kohën në zyre. Edhe në momentin kur vim në zyre, i marrim detyrat tona, e marrim një takim të shpejt, qoftë dikun 20 deri 30 minuta, secili prej stafit tonë merr detyrat e veta, po një ashtu edhe unë të mia. Dhe atëherë dalë në teren, i kryjmë takimet tona, por ne dim se kur fillon dita, po kursi dim se kur mbaron. Unë po mendoj se cili biznesmen në Kosovë, nuk mendoj që ka orë që thotë unë e filloj në ora 7 dhe mbaroj në ora 5, trallët janë ata. Sidomos ne jo që jemi bizneset të mesme, por shkak se ne po do të me punu jashtëzakonisht shumë dhe unë tham që ndoshta punoj 15 orë, 16, 17, 20 orë në ditë. Shpeshherë më ka ndodhur me punu tërë ditën në Kosovë, jam nisë natën për rrugë, sepse kam pas takim të nesër në Austri, kam udhëtu tonë natën. Kur kam rrinë në Austri, jam fut në hotel, kam bërë një tush, e kam rrugë garderonë dhe kam shku me minuta në takim në Austri, më thonë që i ka ra, kam punu 30 orë, 40 orë pa nga prej. Edhe kjo më ka ndodhur shpeshherë, për shkak se ju thash edhe njëherë se nuk është e lehtë me qenë me ushtru biznes në Kosovë, edhe kjo më ka dosh patjetër, sepse u dosh në gjitha pikat me qenë vetë. Tash ndoshta për mua është pak më lehtë sepse i kam djem, e kam stafin, po më një kohë kam qenë i vetëm dhe nuk kam pas kuadra që e kanë ditë këtë sektor të mjaftueshëm. Dhe kjo ka qenë pse zoti Muçi ju ka dashur të punoj ndoshta 24 orë, ndoshta edhe më shumë se 24 orë në ditë.